Gjatë qëndrimit tuaj në spital, mund të keni dëgjuar ofruesit tuaj të kujdesit shëndetësor të flasin për sepsis. Sepsis është një gjendje e rëndë që shkaktohet kur trupi mbi reagon teksa lufton infeksionin. Jo të gjitha infeksionet çojnë në sepsis. Megjithatë, nëse një infeksion lihet pa trajtuar, bakteret mund të hyjnë në qarkullimin e gjakut dhe të shkaktojnë një reagim toksik dërmues. Pa trajtim, sepsis mund të shkaktojë pamjaftueshmëri të organeve dhe vdekje. Te burimet të zakonshme të infeksionit përfshihen pneumonia, infeksionet e traktit urinar, plagët dhe infeksionet abdominale. Pacientëve me sepsis mund t'ju jepen lëngje me rrugë intravenoze, antibiotik dhe analiza për të gjetur dhe trajtuar infeksionin. Për raste të rënda, mund të ofrohet mbështetje jetësore. Do të monitoroheni nga afër nga ekipi juaj. Ne do të flasim me ju dhe personat tuaj të dashur rreth mbështetjes jetësore, si për shembull, aparat për frymëmarrje nëse është e nevojshme. Objektivi ynë është që pacientët dhe personat e tyre të dashur të jenë të përfshirë në zgjedhjet e kujdesit shëndetësor. Ne do t'ju ndihmojmë të dini se çfarë të prisni gjatë dhe pas qëndrimit në spital. Ne i mirëpresim pacientët dhe personat e tyre të dashur të identifikojnë një përfaqësues të familjes ose prokuror për kujdesin shëndetësor. Shqyrtoni informacionin e direktivës paraprake për kujdesin shëndetësor dhe objektivat e trajtimit. Kërkoni takime me ekipin tuaj të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë mjekun, menaxherët e kujdesit shëndetësor, ekipin e kujdesit paliativ dhe të tjerë. Pas daljes nga spitali, do të vazhdoni rikuperimin në një institucion tjetër ose në shtëpi. Planifikuesit e daljes nga spitali dhe menaxherët e kujdesit shëndetësor do të bashkëpunojnë me pacientët dhe familjet për të koordinuar një tranzicion të qetë nga spitali. Mund të mos ndiheni si zakonisht gjatë daljes nga spitali. Do të vazhdoni rikuperimin tuaj në shtëpi dhe do të keni nevojë për mbështetje. Për të garantuar një rikuperim të qetë dhe të plotë, është e rëndësishme të ndiqni hapat e mëposhtam. Merrni plotësisht të gjitha antibiotikët tuaj, edhe nëse po ndiheni më mirë. Për të rifituar forcat, qëndroni aktiv edhe kur nuk ndiheni mirë. Është e rëndësishme që të ngriheni nga shtrati. Mund të duhen javë ose dhe muaj për të rikuperuar. Këtë e quajmë sindroma post-septike. Takoni ofruesin e kujdesit tuaj parsor brenda 1 deri në